Vin momenti që s'ket kujt tjetër kujt. Do t'i lutesh Allahut. Mirë po, a je lutë Allahut ma para, veç për tash t'u ka mdeka. Tash t'u ka kujtu, ha? Kur murmuron atje. Allah, Allah, ha? Edhe ato tjerë, thë. Ama jo. Duhet, udhkur rabbeke fi sarra, yadhkuruke fi darra. Përmende, kujtoa Allahun, kur je rahat, të kujton ai kur të bish në zonë. Çka tha Yunusi a.s. në atë situatë të vështirë, situatë kritike, askujt tjetër si ka ndodhur kjo në histori njerëzore. Askujt. Prej Hazreti Ademin deri në Kiamet nuk dim çka mund të ndodhë, ama në histori nuk ka shkruajtur, nuk ka regjistruar që dikush tjetër e ka përjetu këtë që ka përjetu Yunusi a.s. La ilaha illa ante. La ilaha illa ante. Subhanek. E fort. Nuk ka zot tjetër posteje. Subhanek. I patëmeta jeti. I pagabushëm jeti. E kam meritu. O Zot, e kam meritu, kam gabu. Inni kuntu min adh-dhalimin. Unë i bana zullum vetvetes. Se Allahu dhul Gjelale shpalli pejgamber në atë popull, edhe urdhri Allahut ishte që aja ata t'i boj dave. Pa ndërpre, boj sabër, ama gaboj e la. Me thonë ndrysh e la misionin që ja ka thonë Allahu dhul Gjelal, ja këthi shpinën, hatash. La ilaha illa ente subhanek. I patëmeta o Zotje ti nuk gabon, i lartë madhruar. Inni kuntu min adh-dhalimin. Unë i bana zullum vetes. A përmendet tu diçka shpëtimi? A i thot Allahu dhul Gjelal më shpëto? Në shketa ka lutje më shpëto o Zot? La ilaha illa ente. Nuk ka Zot tjetër posteje. Subhanek, ti i lartë madhruar. Inni kuntu min adh-dhalimin. Me latjet thanë, o Zot, ndëgjojmë një zon i njofshëm, por nuk e dim bashkë kush është edhe ku është. Subhanallah, ku është ki zon prej ka po vjen. Edhe kush mund tjetë e ki njeri që e thotë kështu, me angth, jo me majtë gohës, nga thellësia e shpirtit, nga thellësia e zemrës. La ilaha illa ente. O vëllezër, na e kemi në praktikë. Ndonjëherë nuk e di çdo kujt i ndodh. Kur jemi rahat pak më ndryshe, përmendim, thomi la ilaha, ama kur jemi pak në zor, pak më ndryshe. Dallon, ha? Ama Yunusi a.s. së shaka kjo punë. Me latje thënë, o Zot, një zon i njofshëm, por nuk e dim ka vjen dhe kush është bashkë. Dhe ku është? Allahu dhul Gjelal thot me laqet e mija. Ajo është zoni i Yunusi. Po ku o Zot? Thellësi deti. Amun ja Rab. Me laqet luten, shpëtozën. Allahu dhul Gjelal vetëm për hir të kësaj fjalët madhe, ja fal gabimin dhe urdhëron peshkun, balenën, në qoshalje, pa e prekur, e qetë në skaj. Kur mrinë ato me anije, ku e ka zbras? Bash ati ku të shkoj anija. Bash atje. Kur mrinë anija, Yunusi atje. Allahu e. Në shfar anije erdhore, me një anije tjetër, e prodhuar prej kun feje kun. Subhanallah. Kthehet Yunusi a.s. Kthehet prap, gabimi u kri, alhamdulillah u shpëtoj. Kur vjen të populli vetë, ata nga frika që pejgamberi ja u ka kthy shpinën, është hidhru, i kalon, i ka praktis, nga frika krejt kanë besu. Kur vjen Yunusi a.s. i gjen krejt musliman. Subhanallah, edhe kjo ka një hikmet. Shif, edhe kjo ka një hikmet. Sa ishte Yunusi a.s. nuk besonin, po kur a i va kthy shpinën,
ata nuk e dini çka ka ndodhur me Yunusin. E kur vjen Yunusi i gjen krejt, elhamdulillah, muslima. Allahu dhul Jalal thot illa qauma Yunus mata'nahum hatta hin. Ne atyre ju kemi dhënë të mira derisa kanë qenë gjallë se e kanë besu Allah. Shpëtim pra kanë gjetë në besim. Andaj, kjo fjallë shumë e madhe, kjo fjallë shumë e bukur. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh-dhalimin. Këtë duhet ta themi shpesh.